Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Shikoni pak se çfarë mrekullie kemi përgatitur sot. Janë pite me miell integral që nuk thithin asnjë pikë vaj. Janë aq të lehta, të shëndetshme dhe bëhen të buta sa do t'ju mrekullojnë. Le t'i përgatisim së bashku hap pas hapi me qetësi. Në tas unë kam 600 gram me miell, shtuam një lugë të çajit me krip, gjysmë luge të çajit me sheqer, një lugë çaji maja, i përziejmë të gjithë përbërësit e thatë. Përzierjen mund ta bëni me lugë, me një pirun dhe më mirë akoma me atë telin që përziejmë vezët. Është momenti për të shtuar përbërësit e tjerë. I shtojmë një vezë, 2 lugë të gjellës me vaj ulliri, pak vaj, jo shumë. Dhe në fund fare, me që është miell integral, mos e dalin shumë të errta, unë do t'i përgatis me qumësht, por edhe me ujë këto pite bëhen fantastike. Shtojmë diku te 400 ml ujë derisa ta shikoni që është formuar një brum i butë dhe jo i ngjitshëm. Zakonisht miell integral nuk ngjit shumë në duar. Nëse do i përgatisni me ujë, këto pite do delnin pak më të errta. Formuam brumin, nuk ka nevojë të punohet shumë, mjafton të jetë një brum i butë, e hapim në tas, e mbulojmë me një qese telefoni ose me kapak. Unë kam kapak të madh, është perfekt ky. E kam lënë të pushojnë për 1 orë dhe vëllimi i brumit është 2 fishuar. I bëjmë një palosje duke e tërhequr brumin dhe duke e palosur në qendër. Dhe sërish do ta lëm të pushoj edhe 1 orë tjetër. Nëse do ishte dimër, patjetër që do 2 orë të pushoj. Tani në verë, majaja aktivizohet shumë shpejt. E kemi lënë 1 orë tjetër, si e shikoni vëllimi i brumit është 3 fishuar. Shikoni sa pore të mëdha që ka krijuar. Kam vendosur në zjarr një tigan me vaj ulliri. Nëse do e shikoni që do ju ngjiten duart, i lagni pak. Por si u thash edhe më parë, ky brum nuk ngjit në përduar. I jepni madhësinë që dëshironi, mund t'i bëni shumë të mëdha dhe t'i mbushni nëse do i merrni për vete në këtë periudhë plazhi në plazh ose për mëngjeset e shtëpisë. E hapëm në këtë mënyrë, e vendosim në vaj të nxehur. Si e shikoni, nuk kam shtuar shumë vaj në tigan, pasi këto pite nuk duan shumë vaj, unë me një lugë do t'i shtoj vajin sipër. E zhvendosim pak më lart piten dhe vendosim edhe një tjetër pite në tigan. I skuqim pitet nga të dy anët, të gjithë din të skuqin pitet, derisa të shikoni që janë skuqur nga njëra anë, më pas ktheheni nga ana tjetër. Kështu do vazhdojmë radhë me të gjithë masën e brumit, duke i skuqur pitet dhe duke i vendosur në pjatë. Këto pite të ngrohta shtëpie janë perfekte për të ndarë me familjen në këto ditë të nxehta, qoftë edhe në dimër. Nëse ju pëlqeu kjo recetë thjesht plot shije, mos harroni të më bëni një like dhe të bëheni pjesë e familjes sonë duke më bërë subscribe. Ju falenderoj nga zemra që më ndoqët, ju bëf të mirë dhe mirupafshim në recetën e radhës. Me dashuri nga kuzhina ime.